Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jall I cili na mundsoi që sot takojmë në këtë vend. Lut Allahun azza wa jall ashtu siç na bashkoi në këtë vend, Allahu na bashkoi në xhennetit e tij. Belen Allahut atë që zgjodha sot që ta përcjelli si mesazh fillimisht vetës e pastaj juve, është një temë që ka të bëjë me një realitet të cilët gjithë ne do ta përjetojmë atë. Ajo është udhimi I shpirtit drejt Allahut azza wa jall. Normalisht shpirti është mund me qenë shpirti I besimtarit, jo besimtarit ose shpirt I muslimonit gjunaçarit. Unë do të flas vetëm se për shpirtin e besimtarit drejt Zotit I tij. Do ta përmendi momentin e daljes shpirtit, si del, si merret, si çohet në varr, si ngritet lart, si zbret poshtë, pyetjet. Unë e di që këto tema I dim gati gjithë, po besoj që për Ramazan tash është një shtys për neve sa do pak na kthjellet pak zemra. Për shkak se normalisht dunjoja, përjetimet e ndryshme që I kemi në këtë dunjon ndikojnë që sa do pak të largohemi nga ky realitet. E thjesht unë e zgjedha për besimtarin, jo për jo besimtarin, për dënimin do të jetë diçka për mirë. E inshallah Allah na mëson që jemi prej tillve. Udhimi I shpirtit besimtarit kalon nëpërmjet 16 gjendje. Do të mundona që t'i përmendi gjitha inshallah me lenë e Allahut azza wa jall. Shkurtimisht. Gjendja e parë që e kujton besimtari ose që e kalon besimtari shpirti I tij është përfundimi I mirë në jetën e tij. Besimtari si besimtar përfundimin e tij e ka të mirë. Para se më dorëzon manetin Allahut azza wa jall e ka një përfundim të mirë. Përfundimi I mirë nuk kupton që ai vepron vepra që Allahu azza wa jall është I kënaqur me to. Edhe në fund vdes me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'malahu." Kur Allahu ja do të mirën robit vet e përdor, e shfrytëzon. E I than një Rasulullah, I than: "Si Allahu shfrytëzon robin e tij?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut." Allahu ja mundson që të punojë vepra të mira para vdekjes tij. Do thotë që ai para se të ja dorëzojë amanetin Allahut azza wa jall bën vepra të mira dhe shef që është I angazhuar me punë dobishme derisa Allahu azza wa jall në fund kur ja merr shpirtin, ja merr në atë gjendje edhe në atë mënyrë. Kjo është gjendja e parë. Gjendja e dytë është gëzimi I tij që I del shpirti nga kjo dunjë dhe takimi me Zotin e tij. Si dhe e rehatia e tij që e braktis këtë dunjë dhe gjitha të lodhjet që e ka në këtë dunjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Walakin al-mu'min idha hadara al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi." Besimtarit kur I vjen momenti I fundit, për m'ja marrë me laçë shpirtin, atëra ai përgëzohet. Për janës Allahut azza wa jall përgëzohet me kënaqësinë e tij edhe me nderimin e tij. Felejse shay'un habba ilayhi mimma amamahu. Nuk ka gjë më dashur për te se sa ajo që e pret. Fa habba liqa Allahi wa habba Allahu liqa'ahu. E kështu që besimtari e dëshiron takimin me Allahun dhe Allahu e dëshiron takimin me te. Me një ditë tjetër pejgamberi se më tha: "Qala Allahu ka thonë: idha ahabba abdi liqa'a ahbabtu liqa'ahu." Nëse robi im e do takimin me mua, unë e dua takimin me te. Wa idha kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Nëse ai urren takimin me mua, unë e urrej takimin me te. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El abdul mu'min yastarihu min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah." Besimtari kur e braktis këtë dunjë, rahatohet shpirti I tij, niset drejt mëshirës Allahut, edhe qetësohet nga lëndimet, nga ato mundimet e dunjos. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte për vdekjen që është dhurata më e mirë e besimtarit. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha: "Tuhfatul mu'mini al-maut." Dhurata e besimtarit është vdekja. Pse? Për shkak se vdekja e tij realisht nuk kupton që vjen takimi me Allahun azza wa jall. Nuk ka mundësi që takohet Allahu pa mos ja dorëzuar shpirtin Allahut azza wa jall. Gjendja e tretë është agonia e vdekjes së tij. Agonia e vdekjes nuk kupton momentet e fundit të jetës së tij, ku besimtari është në prag për m'ia dhënë amanetin Zotit të tij. Ato momente janë të rënda, janë trishtueshme, por për besimtarin do të jenë të lehta me lenë e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall tha: "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid." Ta shterdhën momentet e fundit, agonia e vdekjes. Dhe të shfaqë realiteti I ahiretit që ti deri gje mohëshe, kjo është ajo prej të cilës ti ikje deri gje.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Thoshte la ilaha illallah, vdekja me të vërtet e ka agoninë e vet. Mirë po për besimtarin si thash është e lehtë, do të jetë shumë e lehtë me len Allahu azza wa jall. Vdekja e tij është me djers në ball. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha al mu'minu yamutu bi arakil jabin. Besimtari kur ndron gjet në ballën e tij gjen që ka djers. Me një ditë tjetër Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna nafsa al mu'mini takhruju rashhan. Shpirti i besimtarit del sikur se pika e ujit që bie nga ena. Ashtu, let. Pse me djers në ball? Disa prej dietarëve kanë thonë që qëllimi është se ati vije turp nga përgëzimi i Allahut që ja ban atij, se ai do ta fitojë xhenetin e Allahut. Ai nuk është meritor për shkak gjunave të tij, veprave të tij, po megjithatë rahmeti i Allahut azza wa jalla është i madh. E i vjen turp, shkaku i turpit i del djersa. Disa thonë që kjo është shenjë për shenjë përfundimit mirë. Disa tjerë thonë që kjo është nga dhembjet që ngjen në ato momente dhe është pastrim për shpirtin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se ta dorëzonte amanetin siç e transmeton Aisha, dhe kjo është argument se preferohet që besimtari t'ia leçojë ato dhembje momentet e fundit me ujë. Aisha transmeton edhe thotë që e pash Pejgamberin sa momentet e vdekjes së tij. Në ato momente Pejgamberi kishte një enë me vete me ujë. Edhe e fuste dorën e tij në enë, merrte prej ujit edhe pastaj fërkonte fytyrën e tij me ujë dhe thoshte Allahumma a'inni ala sakaratil maut, thoshte o Zot, më ndihmo në këto momente të përjetoj sa ma let me len e Allahut azza wa jall. Besimtari ka mundësi me ndru jetë edhe befas, pa pritmas. Kjo është ajo vdekje që shpeshherë ne e shohim, është një prej shenjave të ditës kiametit, prej shenjave të vogla, mirë po nuk nënkupton që shenje keqe. Sepse të ne mendojnë që personi i cili ndron jetë pa pritmas, ky ka qenë gjunaqare, ka qenë mëkatare, ka pas problem diçka që Allahu azza wa jall ka qenë i zemruar me të. Po e kundërta. Dëgjoni për besimtarin, është shumë e çuditshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet për vdekjen e cila vjen befas, tha rahatun lil mu'min, është rahati për besimtarin. Për shkak se ai nuk i përjeton ato dhembjet e agonisë. Po momentin që ndron jetë, ja dorëzon shpirtin Allahu xhel më një herë. Qetësi për besimtarin. Mirë po për jo besimtarin është problematik. Për shkak se nuk i jepet hapësirë që të pendohet. E normalisht që me ta marr shpirtin pa u pendu dhe pa ndjek keqardhje për jetën tënde, për gjunat e tua, është e dhimbshme. Po besimtari është ai i cili përgatitet vazhdimsi. E prandaj kur Allahu xhel ja merr shpirtin në atë formë, në atë moment befas, pa pritmas, pa i përjetu këto, për të është rahati, është qetësi me len e Allahut azza wa jall. Gjendja e katërt që e përjeton besimtari është zbritja e melekëve për me përgëzuat. Përgëzimi i madh për besimtarin në atë moment kur vin me laçet për me marrë shpirtin. Allahu azza wa jall tha innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu tha momentin kur vin me laçet për me marrë shpirtin. Vinë te besimtari dhe e përgëzojnë. Përgëzimi i tyre është i madh. Përgëzimi i tyre është mos ki frikë edhe mos ki trishtim. Pse frikë? Normalisht njeriu në ato momente nuk e di se ku shkon. Ai e di më e përjeton moralitetin e shef, që ajo që vije pas është një realitet që Allahu ta ka përshkruajtur më herë në dunjë. Ai ke besu nuk e ke besu tash varet prej teje. Po dhe besimtari i cili ka besu e ka frikë, se ajo që vije është e rënd, nuk e di Allahu subhanahu wa taala apo jo. Po me laçe që qetësoi shpirtin e tij. I thon atij qëndro dhe mos u ban merak. Se ti je në rrugë drejt. Edhe për ty që familja të ka mbet pas, edhe që ke mërzi edhe trishtim, mos u mërzit, mos u ban merak. Për shkak se nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ne jemi ata që përkujdesemi për ta. Ashtu siç jemi përkujdes për ty në dunjë, edhe ne do të përkujdesemi për ta pasi që ti shkon. Mos u ban merak. Ky përgëzim është përgëzimi i cili besimtarin e qetëson, mirë pa për secilin. Allahu tha innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata që thanë që Allahu është Zoti ynë, edhe pastaj u përqendruan te seriozisht. Fetaria e tyre ishte sinqert. U përqendruan në fenë e Allahut me sinqeritet deri në fund. Jetuan si musliman dhe ndruan jetë si musliman, pas një lloj dyshimi. Pas një lloj modyshe në shpirtat e tyre, jo. Ata nuk kishin probleme me aspektin e dyshimeve. Ata ishin sigurt, bindshëm se rruga e tyre është rruga e drejtë. Kur fetaria jote është stabile, është e qëndrueshme, me lenin Allahut edhe shpërblimi do të jetë i njëjtë. Ashtu si vepron, ashtu do veprohet me ty. E Allahu xhel pastaj pasi që e përgëzon, thot nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, tha që do të keni atë që ju e dëshironi
për xhenetit të Allahut, për gjithë atyre dëshirave që i ke pas. Walakum fiha ma tad'un, dhe gjithë atë që ju e kërkoni. Pejgamberi sa sem tha, innal abdal mu'min idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Besimtari kur është momenti i fundit që ja dorëzon amanetin Allahut dhe e braktis dunjon, nazala ilayhi malaikatu min as-sama bidul wujuh ka'anna wujuhum ash-shams. Atëherë u zbresin atij melek që në pamjet e tyre, fytyra e tyre ban nur, sikurse me pasient do thotë fytyra e tyre prej drite ose diell. Ma hum kafanun min akfanil janna wa hanutun min hanutil janna, me vete e bartin qefinin i cili është qefin për xheneti, dhe balsam i cili është prej balsam për xhenetit të Allahut. Hatta yajlisu minhum madda al-basar, derisa ata ulën me një vend aq sa arrin shikimi i tij, do thotë që është afër. Thumma yajiu malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, e pastaj vjen meleku i vdekjes edhe ulet te koka e tij. Qëndron ashtu dhe i thot fekul ayyatuhan nafsu at-tayyiba, o ti shpirt mirë, ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwani, dil për të falja e Allahut, për të mëshira e tij dhe kënaqësia e tij. Me një ditë tjetër tha pejgamberi se meleku i thot ukhruji radiyatan mardiyatan anki, dil për të Zoti yt i cili është i kënaqur me ty dhe ti je i kënaqur me atë. Wa abshiri bi rawhin wa rayhan, edhe përgëzo me rahati dhe me një erë të këndshme të cilën ti do ta shijosh. Wa rabbin ghayru ghadban, edhe një Zot i cili nuk është i zemëruar me ty. Fela yazalu yuqalu dhalika hatta takhruj, edhe vazhdon ti thuhet atij ashtu derisa t'ja marrë shpirtin edhe ti dalë shpirti prej trupit të tij. Transmetimi tjetër thot fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min as-saqa, ta del shpirti i tij sikur se bie pika e ujit prej enës, aq let. Fe ya'khudha, e pastaj e merr meleku i vdekjes. Pasi që e merr, nuk qëndron në dorën e tij asa një përpolitje e syrit, e marrin me laçet e qera, edhe pastaj me njerë e vendosin qefin, wa fi dhalika al-hanut, edhe e vendosin në atë balsam që është mis prej misku xhenetit, wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, dhe prej tij del një erë mirë. Një erë mirë që nuk është nuhat asnjëherë në këtë rrezull toksor. Era më e mirë që të muqet para mendohet, del prej trupit të tij. Me një ditë tjetër tha pejgamberi hatta idha kharaja ruhuhu salla alayhi kullu malikin bayna as-sama'i wal ard wa kullu malikin fi as-sama', derisa del shpirti i tij, çdo melek që është mes qiellit dhe tokës lutet për të bën dua, po ashtu luten edhe melek të cilët gjenden në qiell. Ibn Abasi tregon se ishte ulur Ebu Bekri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur zbriti ajeti ya ayuhan nafs, ya ayatuhan nafsu al-mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya, ku Allah thot o ti shpirt mirë, dil për të Zotit yt i kënaqur për atë që ke punu dhe i kënaqur Allahu me ty. Ibn Abbas i tha Ebu Bekri pejgamberit sa e mirë që është kjo, i tha pejgamberi i tha Ebu Bekrit, tha kështu do të thuhet ty, tha ditën e kiametit, ose do të thuhet ty momentin që melekt vinë dhe ta marrin shpirtin. Kjo është gjendja e 4. Gjendja e 5 është ngritja e shpirtit të tij me një herë në qiell para se të falet namazi i xhenazës atij, me qëllim që ai të nderohet edhe fisnikrohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha fa yas'aduna biha, e marrin edhe ngrisin shpirtin për në qiell. Fala yamurruna ala mala'in min al-mala'ika, nuk kalon ky shpirt pra një grupi të melekve. Illa qalu ma hadha ar-ruhu tayyib, kush është ky shpirt i cili është shpirt mirë? Fejekulun fulan ibn fulan, i thon filani i biri filanit, bi ahsani asma'i allati kanu yusammuna biha fi dunya, me emrin më të bukur që e kanë emërtuar në këtë dunjë. Filani i biri filanit, secili ka 2 emra, 3 emra, 4 emra. Një emër që e ke ti që ta ka dhënë realisht prindi yt që të ka emërtuar me të, kurse emrat e tjerë janë emrat e njerëzve. Llagopët e tyre, fisnik, bujar, i ndershëm, i mirë, i qetë, i rahatshëm. Filani i biri filanit e emërtojnë me emrat e tjerë që është njohur në dunjë, gjithashtu me atë emra. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, derisa melekët e marrin edhe mrrin qiellin e parë, qiellin e dunjos në fund. Fa yastaftahuna lahu, kërkojnë që t'i hapen dyert e qiellve dhe hapen për të. Fa yuftahu lahum, e atëre pasi që hapen melekët e marrin me njëherë
qielli tjetër e shoqërojnë me vete deri në qiellin tjetër. Pastaj ata kërkojnë leje për mu hapet njëkohësisht edhe tjetra derë. Edhe kështu vazhdon deri lart. Dhe tha pejgamberi sa lejse min ahli babin illa wa hum yad'un Allah an yuraja bi ruhi min qablihim. Çdo derë që vije e qiellit me lek vetëm se luten te Allah subhanahu dhe thonë o Zot, mundsona neve që ne ta bartim këtë shpirt prej një qielli deri te qielli tjetër. E pejgamberi sa tha po ashtu, fe yukal men hadha. E pastaj pyeten me lek mes vetë diskutojnë, kush është ky? Edhe thonë fe ykulun fulan, fe yukalu merhaban bi nafsi tayyiba. Thonë është filani, e ato me lek thonë mirë se vjen ky shpirt i cili është i mirë, kanat fil jasadi tayyib, ka qenë me një trup i cili ka qenë trup mirë, udkhuli hamidatin wa abshiri bi ruhin wa rayhanin wa rabbin ghayri gadban. Ta përgëzoj hyn xhenetin e Allahut, edhe përgëzoj me erën e mirë, përgëzoj me rahatin, me mëshirën e Allahut dhe me një Zot i cili nuk është i zemruar në ty. Pejgamberi sa tha hatta innahum liyunawilunahu ba'duhum ba'dan. Ata e marrin njërin me tjetrin edhe e çojnë, e transferojnë, edhe pastaj do thot e nuhasin erën e tij, erë e mirë, edhe thonë çka është kjo erë e cila po vjen prej toke, erë e mirë, e atëra nuk ka qiell që kalon ky shpirt vetëm se me lekt e thonë këtë fjalë për të. Gjendja e gjashtë, arritja e shpirtit të tij deri te Allahu subhanahu për të takuar Allahun, për të dëgjuar të folën e tij dhe për të parë Allahun me zemrën e tij. Pejgamberi sa tha për sa i përket arritjes së shpirtit të tij deri te Allahu subhanahu tha fela yazalu yuqalu laha dhalika hatta yuntaha biha ila samalati allati fiha Allahu subhanahu. Vazhdon që shpirti transferohet prej qiellit në qiell derisa të arrihet te vendi ku është Allahu subhanahu. Me transmetim tjetër derisa të arrihet te qielli i shtatë. Kurse për sa i përket takimit, pejgamberi sa tha wal mautu qabla liqa'illah, vdekja është para se takohet Allahu subhanahu. Pa tjetër njerë ndodhe vdekja, e pastaj vjen takimi Allahut azza wa jall. Pejgamberi sa tha për shokët e tij, inna ikhwanakum qad qutilu, vëllezërit tua janë vrarë. Wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyana anna qad laqinak. Tha o Zot, çoja mesazhin, çoja këtë porosi pejgamberi sa çoja që ne të kemi taku ty, një Zot i cili është i kënaqur me neve dhe ne të kënaqur me ta. Kurse për sa i përket dëgjimit fjalëve të tij, Allah azza wa jall thot uktubu kitaba abdi fi illijin, shkruajeni librin e robit tim ose veprat e tij në Ilijin. Ilijin është fletorja e mirë, punë mirëve. E disa thonë që janë gradat më të larta të xhenetit të Allahut azza wa jall. Xhabiri thot isha i përmallum për vdekjen e prindit. M'la borx motra shumë pa martu, edhe më pa me se më dhëm pyti o Xhabir, çka ke që je i thyer shpirtërisht? I tha ja inshallah prindi më ka ndruar jetë, luftën e Uhudit, pas vetëm kalon borxhe, mi kalon motrat, gale e madhe, ky pa martu, çka të bëj? Pejgamberi sa tha, a do diçka përgëzoj? A do me ditë se ka taku prindi yt Allahu azza wa jall? I tha po ja inshallah. Pejgamberi sa i tha ma kellem Allahu ahadan qattun illa min wara hijab. Allah nuk i ka fol askujt veç pas perdës, ka bo veçim të kusht e prindi yt. Prindin tan i ka fol ball për ball. I ka fol ball për ball dhe i ka thonë o robim, shpreso, çka do, që të jap dëshira e tij ka qenë o Zot. Unë ndrova jetë, mundsoma që të kthehem në dunjë. Edhe një herë ndroj jetë, ashtu duke u vrarë për hir tëndin. E atëri thot Allahu azza wa jall, caktimi im është ai i cili ndron jetë, nuk kthehet më këtë dunjë. Mirë po kjo është një ngushëllim për Xhabirin, që t'ja qetësoj zemrën se prindi i tij është në xhenet, plus asaj, neva që na intereson është do thotë që ai i cili ka ndruar jetë i flet Allahut azza wa jall, po të folët e tij është me zemër. Pamja e tij, pejgamberi sa tha ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jall hatta yamut. Dijeni se nuk ka mundësi me po Allahun askush për juve derisa nuk ndron jetë. Pasi që ndron jetë, atëherë do ta shohë Zotin e tij. Gjendja e shtatë, kthimi i shpirtit të tij prej lart në trupin e tij me qëllim që t'i falet namazi i xhenazës së tij. Pejgamberi sa tha yaqul Allahu azza wa jall, Allahu thot u'iduhu ila al-ard, kthejeni këtë shpirt në tokë, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'idukum
wa minha ukhrijukum taratan ukhra, sepse unë i krijova nga toka, dhe ata do të kthehen në tokë dhe do të ringjallen pikërisht nga toka, edhe fetuadu ruhuhu fi jasadi, pastaj i kthehet shpirti në trupin e tij. Omeri thot, kur pejgamberi folte për ato gjëra që e sprovojnë robin në varr, ose ato gjëra që për robin do të sprov në varr, tha, ato të kthehen tha shpirtat e tonë në trup, edhe do bashkangjiten sërish, i tha pejgamberi, naam ke hayatikum al-yawm, sikur se jeni sot, ashtu do kthehet trupi, do kthehet shpirti prej lart, edhe do vjen tokë edhe do bashkohet me trupin. Gjendja e tetë që e kalon shpirti i besimtarit është përmallimi i tij për me shku sa më shpejt në varr, me qëllim që ati shijojë begatin e Allahut azza wa jalla në varr. Pejgamberi sa më tha, idha wudiyatil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, pasi që të vendoset gjenazja, edhe pasi që burrat ta bartin mbi supet e tyre, ta përcjellin gjenazën, kur e kupton që është shpirt mirë, atëherë nxiton që të shkojë sa më shpejt në varr, edhe thot qaddimuni, sa më shpejt çomni deri aty ta shijoj dhunti edhe begatit e Allahut azza wa jall. Gjendja e nënt, pasi që të vendoset në varr, është shtrëngimi i varrit që e përjeton besimtari, mirë po të besimtari është shumë më e lehtë. Nuk është sikur se të jo besimtari, nuk është sikur se të ata që janë gjunaqar. Kësaj nuk ka mundësi që të ikë askush. Askush, secili do e përjetoje. Mirë po tash varret si do e përjetoje. Për besimtarin do jetë më e lehtë me len Allah. Do dëgjoni hadithe që ka thënë pejgamberi. Thou lam naja ahadun min dammat al-qabr, la naja hadha sabi, sikur dikush të shpëtonte nga shtrëngimi i varrit, do shpëtonte ky fëmijë. Po megjithatë Allah subhanahu shtrëngon. Po shtrëngimi i tij është i lehtë. Pejgamberi tha, laqad dumme dammatan thumma furrija anhu. Tha u shtrëngu edhe pastaj më njëherë u liru. Kurse ata qert, por jo besimtarët, gjunaqar për muslimanëve, shtrëngohet. Megjithatë do të ndërhyjnë eshtrat e tyre të brinjve, njëra te tjetra kështu. Këtë formë do thotë që shtrëngimi do të jetë shumë më i ashpër. Te besimtari është ndryshe. Te besimtari është shumë lehtë. Do thotë vesh pak edhe pastaj më njëherë e liron me lejen e Allahut azza wa jall. Gjendja 10 është qetësia, rehatia, mos trishtimi i tij në varr. Momentin që edhe shtrihet, e ndjen atë qetësi, atë rehati, edhe e do atë vend, edhe letohet nga gjitha ato trishtime që i ka përjetu në këtë dunjë. Pejgamberi sa më tha, innal mayyit yasiru ila al-qabr fayujlasu ar-rajulu salihu fi qabrihi ghayra fazin wala mash'ufin. Tha burri i mirë i cili vendoset në varr, pasi që të vendoset, ai nuk ngjen më trishtim, edhe nuk ka më pikëllim, edhe nuk ka më mërzi për të. Pejgamberi sa më tha, fayajlisu wa qad mutilat lahu shams wa qad udniyat lil ghurub. Tha kur të ulet varr, aty do i parafitirohet dielli, sikur se është afër duke perëndu. Edhe pastaj fe yuqalu lahu ara'aytaka hadha ar-rajul alladhi kana fikum ma taqulu fi. A ke po këtë burr që ka qenë mesin tuaj, çfarë kanë thonë për ta? Çfarë thot ky njeri kur shef diellin? Mendon që është perëndimi i diellit. Edhe mendon që është duke i koha namazit. Edhe nuk e ka brengën që i thonë melek, pa e ka brengën të namazit ti. Që ka thonë që ky ka qenë namazfalës. Edhe ka thonë që e ka pos brengën e ti për namazin. Nuk i ka ik namazit ti. Nuk ka qenë sikur se ne të cilët nuk i kemi problem nëse ik namazit. Nëse vije perëndimi i diellit, nëse vije do të thotë linja e diellit. Nuk ka, jo. E vanon sa më shumë sa më në fund, jo. Tha pejgamberi sa i thonë melekët për pejgamberin sa i thonë, a e di çka ka thonë, kush është ky? Çka dëshmon ti? Çka i thot ai? Thot dauni hatta usalli. Lemni rat desa të falna. Thot fejukulun innaka satafal. Edhe kështu për ty do ndodhe. Ashtu e lajnë. Ja nis më fal. Ai mendon se është perëndimi i diellit. I ka ik namazi i kindis. Që ka thonë do thotë që ai ka çat breng. Edhe e fal namazin, edhe pastaj do thotë vazhdon thotë me pyetjet qira. Gjendja e 11 e tij. I vin veprat e mira ti në varr me qëllim që ta mbrojnë edhe ta ruajnë atë. Pejgamberi sa më tha, wa yatihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur ri, i afrohet një njeri i cili është me pamje të bukur, me rroba të bukura dhe me erë të mirë. Fe yekul abshir billadhi yasurruk. Për gëzo me atë që ty të gëzon. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'at. Kjo është dita që ty ta shpremtu. Fe yekul la man ant. E i thot i vdekur ati, kush je ti? Kush je ti? Po mdukush se pamja jote është pamja e burrit mirë. Kjo për të mirë. Thot unë jam vepra e jote e mirë. Unë jam vepra jote e mirë. Nuk kam njohur vetë se i shpejt veprat mira. Shumë i gëdalshëm.
gjunohe. Pejgamberi sa me hadith tjetër tha, innal mayti idha wudiya fi qabrihi innahu yasma khafqa ni'lanihim. Pejgamberi ta kur njeriu vendoset në varr. Pastaj i dëgjon në Allahun e qerve që e braktisin atë vet. Kështu do që gjendja jonë secili prej neve mos u mërzitet se kjo nuk jam të kallëzu diçka për dikant tjetër, neve nuk kam menduar. Jo. Secili ka menduar. Po inshallah Allah na mundson me qenë për këtyre besimtarëve. Ta i dëgjon thënë Allahun e atyre që kanë qenë prezent. E lojnë vet. Kërkan se ki me vetin mo, as pasurin, as fëmin, as pushtetin, as pozitën, as evladin, as grun, kërkan. Vesh vet, vesh ti vet. E tha përmësim, pasi që dëgjon ato, nëse ka qenë besimtar, tha, kanat is-sala inda rasi, namazi shkon te koka e tij. Ku shkon varr, namazi shkon te koka e tij. Thot wa kana siyamu an yamini, agjerimi shkon nonën e djathti. Wa kanat az-zakatu an shimali. Zakati shkon nonën e majt. Thot wa kana fi'lu al-khayrati min as-sadaqati was-silatu wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nasi inda rijlihi. Kurse çdo pamirësi e tij që ka të bëjë me vizitën e farifisit, me sadakan, me thirrje të mirë, me çdo vepër të mirë, me bamirësinë që ka bën njerëzve, qëndron tek këmbët e tij. Edhe pastaj vjen ndëshkimi vjen prej tek koka e tij. Fillon do që ta ndëshkojë, megjithatë i thot namazi, i thot jo. Thot largo prej meje. E pengon, shkon nonën e gjatë. I thot agjerimi, i thot jo, largo prej meje. Shkon nonën e majt, i thot zeqati jo, thot largo prej meje. Nuk gjen vend shkon deri te këmbë. Kur shkon te këmbë, i thon veprat e mira, sadakaja, respekti farafisit. Çdo vepër e mirë i thon largo prej neve. Largo. Edhe kështu Allah Azza wa Jall e mbron. Nuk ka vendkalim. Ky dënim se po të kishte pas vendkalim, ai do e prekte atë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Vjen prova, imtihani, i cili është në varr që shpeshher e dëgjojmë se do jetë, është realitet edhe do jetë. Përmes se më tha istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Tha kërkoni falje për këtë dostin tuaj, për vëllain tuaj musliman. Për shkak se tash ai po merret llogari, kërkoni që Allahu ta forcoje në ato momente që ti përgjigjet pyetjeve të Allahut Azza wa Jall ose pyetjeve të melekëve. Thot idha kubir el-mayyitu atahu malakan aswadan arzakan, momenti që vendoset në varr. I vin dy melek me pamje xez ose xit kaltër. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal-akharu an-nakir. Njëri të thuhet munkar e tjetri të thuhet nakir, fayujlisanihi. Edhe pastaj e marrin e ulin. Çfarë e pyesin atë? Janë 3 pyetje kryesore me disa nën pyetje që bën diku 7. Cilat janë ato pyetje? E para, men rabbuk, cili është Zoti yt? Fayekul Allah, ka për me thon Allahu. Një transmetim ashhadu an la ilaha illallah, ka me thon që unë dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt tjetër veç Allahut. E dyta, hel ra'ayt Allah, a ki pati Allahun? E i vdekur i ka me thon ma yanbaghi li ahadin an yara Allah. Nuk i takon askujt për me pa Allahun, për shkak se Allah nuk shihet në dunjë. E treta, ma dinuk, fayekul dini l-Islam, cila është feja jote? Ka me thon feja ime është Islami. E katërta, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, si është se ka pas emrin e njeriu i cili është dërguar te ju? Fayekul huwa Muhammedun, ai ka qenë Muhamedi. E pejgamberi sa tha se këtu del në qesh ajo që e tha pejgamberi sa wa amma fitnatul qabri fabitu ftenun, për sa i përket sprovës varr, për mua ju do vinin ose me mua ju do sprovojeni, për shkak se unë do të jem ai që ata do të vesin se cili ka qenë pejgamberi juaj. E pesta, ma kuntu taqulu fi hadha ar-rajul, çfarë thoshe ti për këtë njerëj? Wa madha tashhadu bihi alay, dhe çfarë dëshmon ti për këtë njerëj? Fayekul ma kana yekul, e thosht atë që ka thonë edhe në dunjë, huwa Abdullahi wa rasuluhu, ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ai dunjë ka thonë që unë dëshmoj se veç Allahu e meriton adhurimin dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Edhe kështu e thot edhe tash, thot wa annahu jaa bil haqq min indillah, dhe se ai ka ardhur me të vërtetën prej Allahut xhel. E këtu del çesh, del pa fjalët e pejgamberit ose kuptimi i fjalëve të pejgamberit wa anni tuselun, dhe për mua ju do të pyeteni në varr. E çoshta wa ma yudrik edrektehu, për kupeti a e takove ti atë? Atëre thot kal ashhadu annahu rasulullah, unë dëshmoj që është pejgamberi i Allahut. E shtata wa ma ilmuk, për ku ti e di?
Edhe i thonë, prej ku e ki marrë vesh ti? Se ke taku, ka jetu me qindra vite, do thot ka jetu me 1000 vite, 1400 vite, 1500 vite, lartej prej ku e di? Tha, qara'tu kitab Allah, fa amantu bihi wa sadaqt. Tha, kam lezu librin Allahut, i kam besu ati, dhe kam vërtetu me vepra, që kjo është i dërguari Allahut. Kështu e je provimin me lene e Allahut azza wa jall. Pastaj fillon gjendja 13 është përgëzimi i tij me suksesin e tij. Pejgamberi sa më tha, "Feyunadi munadin min as-sama", atëre thirr një thirrës nga qielli. "An qad sadaqa abdi fa afrishuhu min al-jannati waftahu lahu baban ila al-janna walbisuhu min al-jannati." Atëre vjen një zë i cili vjen prej lart edhe thot, "Të vërtetën e ka thon robi im", atëre shtrojnë prej xhenetit. Visheni me veshje prej xhenetit, edhe hapjen një derë në drejtim të xhenetit të Allahut. Edhe ashtu do thot i hapet dera dhe vjen era e xhenetit, edhe misku, ajo rahatia, qetësia, fladi i xhenetit në varrin e tij, wa yuftahu lahu fiha madda basari, edhe i hapet ajo sa shef ose sa arrin shikimi i tij. Fe yuqalu lahu undur ila maq'adika min an-nar, i thot atij, shikoj këtë vendin tanë që e ke ti në xhenem. Shikoj këtë vend. Thot Allahu ta zaventoi këtë vend me një vend xhenetin e Allahut azza wa jall. Kështu i veprohet ose kështu veprohet me gjithë secili do i tregohet vendi i tij. Xhenet edhe në xhenem. Jo besimtarit do i tregohet xheneti. Edhe do i thuhet atij se këtu e ke pas vendin, po ti ke refuzu edhe do ish në xhenem. Besimtarit do i thuhet, ky ka qenë vendi jot në xhenem, po Allahu ta ka zaventsu, shikofar përgëzimi i madh do jetë për te. Edhe fe yufraju lahu furjatan qibala an-nar. Atij do t'i hapet një dritare në drejtim xhenetit ose xhenemit. Pastaj kapën me pa xhenemi se si digjet brenda, edhe e ha veten brenda. Normalisht që kjo është trishtim. Fe yuqalu lahu undur ila ma waqaka Allah. Tha, shiko prej çka të ka mbrojt ty Allahu azza wa jall. Thumma yufraju lahu furjatan qibala al-janna. Pastaj i hapet atij një derë në drejtim të xhenetit. Edhe shikon do thot bukurinë, i shef do thot mirat e xhenetit, edhe i thut aty, kjo është vendi yt. Këtu do jesh ti me lenë e Allahut azza wa jall. Pastaj zgjerohet vendi i tij, zgjerohet varri i tij, ndriçohet varri i tij, thumma yuqalu lahu nam, pastaj i thut fli, edhe thot fe yqul erji ila ahli fa ukhbirum, kthena, mundsom o Zot vesh kthena pak ta lajmëroj familjen time, i thuhet atij fli, sikurse natën që ke flet, natën edhe ndris, ku nuk të ka zgju askush përveç se më i dashur i familjes tënde që ka qenë gruaja e tij. Në mëngjes gjumi i tij do të jetë i lehtë, i mirë, i këndshëm që do ta përjetojë në varrin e tij. Me një transmetim tjetër, pejgamberi se më tha, alal yakini kunt, kështu i thut atij, alal yakini kunt wa alayhi mutta wa alayhi tubathu insha Allah. Tha, ke jetu me bindje të plot, ashtu siç e përmenda Merat ka qenë fetar, po fetari me bindje të plot, ashtu ke ndru jetë dhe ashtu do ringjallësh insha Allah. Fe yqul rabbi aqimi sa, i thotë vdekuri, o Zot, bane kiametin sa më shpejt që të kthena te familja ime, te pasuria ime. Kthimi te familja te pasuria nuk kupton që ai do dunjon. Qëllimi është t'i lajmëroj ata. Ti lajmëroj aty, tregoj atyre se shikoni çfarë përgëzimi, shikoni çfarë shpërblimi Allah Zoti më ka dhënë. Të madh. Gëzimi i madh. Te pasuria ta jap e krejt. Ta shpenzoje se ja paska vle. Ja paska vle. Atë pasuri që e runë dhe që e do dhe që nuk e shpenzon, ja paska vle për me dhon. Se tash çfarë dhuntie, çfarë mirësie të Allahut azza wa jall do e përjetoj ai. Gjendja 14 është ngritja e shpirtit sërish herën e dytë dhe hyrja e tij në xhenet, duke e lënë trupin e tij në varr. Kështu shkon udhimi i tij, që ta keni qartë se shpesh herë ku shkon shpirti, si dhe shpirti, pse ashtu, a shkon lart, a vjen poshtë. Këto janë rrugtimet. Kjo është rrugtimi i tij, kjo është udhimi i tij. Do thotë gjendja 14 është sërish pasi që fillon begatia, ngritet lart me qëllim që ngritet shpirti pa trupin. Po kjo nuk kupton, do thotë që edhe trupi nuk përjeton kënaqësi, edhe trupi, edhe shpirti përjetojnë bashkarisht, edhe nëse janë dom. Për shkak se dietar kanë folur rreth këtij aspekti, a përjeton veç shpirti dënimin apo veç trupi, ose dy, realisht i përjetojnë edhe shpirti edhe trupi. Pejgamberi sa më tha, innama nasmatul mu'mini ta'irun ya'luku fi shajaril jannati hatta yarji'a ila jasadi yawma yub'ath. Tha, shpirti besimtarit është zok
që ushet në xhenetin, që ushet në një pemë, xhenetin Allah derisa të vijë dita e të ringjallët. Po ashtu pejgamberi sa më tha për një njerëz që e po në xhenetin Allah të shkaku një pemë që heki që largoi nga rruga, me qëllim që mos i pengojë njerëzve, edhe mos i lëndoj ata. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për birin e tij Ibrahimit që ndroi jetë, inna lahu murdian fil janna, tha Ibrahimi tha ka gjithëndse në xhenet e cila kujdeset për ta. Po ashtu tha el jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi, xheneti është afër juve sa më afër se sa realisht lidhset e në Allahën e tuaj, do që është afër shumë. Pejgamberi sa më tha men qara ayatul kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamnahu min dukhuli jannati illa an yamut. Tha kush e lexon ayatul kursi pas çdo namazi fars, tha nuk është pengesë që ty në xhennet, vetë se vdekja. Qëllimi është patjetër duhet me përjetu vdekjen për në xhennetin e Allahut. Kush e lexon edhe ndron jetë, me lenë Allah shpresot hyrja e tij xhennetin e Allahut azza wa jall. Po ashtu pejgamberi sa me një hadith tjetër, hadithi që ka të bëjë me Ramazanin. Pikrisht për dy burra që i ka po Talha, që i ka po nëndër. I ka po dy persona që kanë qenë njëri kanë pranuar Islamin, po njëri ka qenë më aktiv. Ma shumë ka punuar dhe ma shumë ka qenë angazhuar për fe, edhe vepra të mira. Qetri bile plus asoj ka ndruar jetë luftë. Qetri ka qenë do thot ma demel. Po vdes mas një viti mas shokut vet. Edhe Talha i shef nëndër, e shef edhe vetën nëndër, 3 persona të prit me hinë xhenetin e Allahut. Vjen dikush thot, edhe që ka qenë melek, e merr të parin ati i cili ka ndruar jetë një vit pas shokut vet. Edhe e fut. Pastaj vjen qetrin, e kur vjen thatë unë më thot jo, ende s'ka kohë. Kur unë del gjume, i ka zonë njerëzve para hapët lajmi. Medine vjen lajmi të pejgamberit sa edhe i ka zonë njëra sholla ta ka ndruar jetë, po njëri ka qenë më aktiv, ky qetri më demel, shikoj mund si ky me i parin xhenet ai i dyti. Pejgamberi sa më tha, po pse po çudit? A ka ndruar jetë një vit pas shokut vet, po. Po sa namazin e ka fal. Por një vit pa agjerimin. Do thot paramendoj agjerimi tash në Ramazan. Ka rro sebeb ai ty në xhenetin e Allahut. E ataj mos u çudit se një vepër e mirë që e ban një namaz, një sejdë më tepër, ka mundësi që ajo të bie, do thot shkak që ty në xhenet përpara shumë disa qere, pa mësa se më tha, fe ma bainahuma ab'adu mimma baina as-samai wal ard. Dallimi mes tyre, a dini sa është? Tha ma shumë distancë më gjatë se sa që është mes qiellit edhe tokës. Para ndo sa larg. Njëri me qetrin, dallimi mes tyre. Vetë sepse ka jetu një vit më shumë. Thon ti, nimet, ka fal më shumë namaz, edhe ka xhiru një Ramazan më shumë se sa ai. Gjendja pasmajt, takimi i tij me shpirtrat e prindërve dhe dashurët vet, që ka ndruar më herët jetë. Pejgamberi sa më tha hatta yatun bihi babas sama, kur vinte dera e qiellit. Fa yatun bihi irwal mu'minin, e afron shpirtrat që ka ndruar jetë më herë, shpirtrat e besimtarëve. Fa lahum ashaddu farhan bihi min ahadikum bi ghaibihi yakdum alayhi. A dini sa gëzon ata? Kur shkon dikush për shpirtave dunjos, gëzon më shumë se sa që gëzohet familja që nëse një antar i tyre ka munguar një periudhë gjatë. E keni pa kur vjen kur e takojnë sa gëzim i madh, çat shumë gëzon, bilëm edhe më shumë ata. Fe yuselunehu, edhe e pyesin. Madha fala fulan, çfarë ka ndodhur me fulanin? Çka ka ndodhur me atë? Me gruan time, me vladin tim, me zhdosin tim, çka ka ndodhur me ta? Edhe i thon, çerti thon le se tash sa ka ardhur prej dunjos, i lot, i raskapitëm, dunjoja e lodhshme, le në të pushoj pak. Edhe i thot ai, po ju, a nuk ju ka ardhur filani te ju? Edhe ata shikojnë, nëse nuk është në mesin e tyre, kjo nuk kupton që ata kanë marrë kanë çuar në xhenem Allahut. Edhe atëherë thot, dhuhibe bihi ila ummihi al-hawiya. E kanë marrë pas kanë çuar të thot në xhenem. E mërzitën, normal që është mërzi shumë e madhe, ti e prit xhenet. E kjo është realisht ndarja reale. Nuk është ndarja udhimit, që ti udhton për një periudhë, ose ndarja e vdekjes, jo. Ndarja reale është ndarja kur njëri hyn në xhenet, e tjetri hyn në xhenemin e Allahut azza wa jall. E 16 dhe fundin këtë përfundoj, është shoqërimi i shpirtit, po atë nuk e shoqëron secili, e shoqërojnë hirit e xhenetit të Allahut azza wa jall. Pejgamberi sa më tha, që hyrja e xhenetit i thot gruas së dunjos, i thot kur e lëndon ose kur e dëmton gruaja e dunjos, e dëmton burrin e saj, i thot la tu'dhihi qatalak Allah, ta mos e lëndo Allahu të vraft, sepse me ty do jetë një periudhë caktuar, pastaj do vjetë. Mos e lëndo. Me transmetim tjetër me një rast ku pejgamberi ka qenë në ekspedit me shokët e vet. Me sahabët e dashnis luftë ndërkohë e kanë kaluar një tent, shator,
Ka qenë brenda një beduin, tende beduinit, edhe i kanë tu kalu njerëz i muhabet, edhe çel tendën i shoh kush janë, thon Muhamedi me shokët e vet. Ku është, thon betej, pa ka diçka. Me fitua diçka, kanë thonë normal, si fitojmë ka plaçka. I ndon musliman, tamam, thotë po vi. Me ju e bashk. Shkon e merr devën e vet, e liron, e merr me vete devën, niset. Kur do më ofru pemesasem. Sahabët nuk e lojnë. Çe i thot pemesasem? I thot lere, se pasha që shpirti im është në dorën e tij. Kjo është mbret i xhenetit. Mbret i xhenetit. Hyn betej, fillon beteja, ndron jetë. Bie dëshmor. Pemesasem i kallzojnë, shkon te varri i tij, shkon te xhenozja e tij, te koka e tij, edhe pemesasem gëzohet edhe qesh. Sahabët çuditën. Pas asaj pemesasem kthehet, largohet. Edhe i thonë, ja Rasulullah, të pam që shkove te koka e tij edhe qeshe, buzëqeshe, pse? Pastaj u largove. Tha u qesha për shkak se e posh se si Allahu e nderoi shpirtin e tij, e ngriti aq lart. Edhe e fisnikroi. Kurse u largova për shkak se te koka e tij e erdhën hirit e xhennetit e nuk deshta që të qëndroj taj, u largua për këtë arsye. Këto janë gjendjet e shpirtit të mirë. A shpirti i cili ka jetuar me Allahun, i ka besuar Allahun dhe ka ndruar jetë si besimtar. Andaj kjo është ajutimi i tij realisht drejt Zotit të tij para se të jenë në xhennetin e Allahut që atë është begatia e plot edhe e përsosur. Andaj lut Allahun që na bën prej tyre. Dhe lut Allahun që kjo të jetë stimulim ose këto fjalë, të jenë stimulim për neve në Ramazan, që sa më shumë ta shtojmë adhurimin, dhe sa më tepër të përforcojmë këmbët, dhe sa më shumë ta kujtojmë veçanti kur është në pyetje ibadeti. Edhe nuk kemi mundësi me qëndru, sidomos në taravi, e namaz note, ku nganjëherë lodhemi e përtojmë që qëndrojmë, po realisht kujtimi i këtyre gjërave na forcon, sepse këto janë për neve realisht një shtyc i fortë që të shtyjnë drejt veprave të mira. E normalisht edhe atëherë kur fillon me punu duhet një shtyc tjetër i cili të mban e gjitha këto besoj që janë të mjaftueshme, elus Allahun që na mjaftojnë, po edhe inshallah më tepër të shtojmë. Dhe elus Allahun që sa më tepër Allah na mëson që të adhurojmë dhe të kthehemi atij, me qëllim që të pendojmë tek ai, pastrohet shpirti jon, edhe në fund përfundimi jon të jetë i tillë sikur sa ashtu sot, si e përmendova qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.